Përputhen reality show më i ndjekur i dashurisë në Shqipëri. Djem dhe vajza të reja në prezencën e kamerave dhe syrit të publikut përjetojnë flirtet, pëlqimet, xhelozit, intrigat, lidhjet e dashurisë dhe emocionet më të sinqerta. Në studion e Përputhen ka ndodhur një moment emocionues për ditëlindjen e Caseyt, i cili është surprizuar nga konkurrentja Stelina. Ajo i ka dedikuar një letër duke shprehur ndjenjat e saj dhe vlerësimin për të. Në këtë letër, Stelina i uron Caseyt që të realizojë të gjitha dëshirat e tij. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Pas leximit të letrës, Casey i jep një putje në buzë Stelinës, duke shkaktuar një reagim nga pjesëmarrësit e tjerë në studio, të cilët fillojnë të duartrokasin dhe të brohorasin. Në letrën e saj, Stelina thekson: Casey, sot është dita jote e lindjes dhe natyrisht që nuk do të mungonin disa fjalë zemre nga unë. Uroj që ky vit të jetë vit i realizimeve të tua, plotësimit të dëshirave më të mëdha dhe përparimit në rrugën tënde drejt suksesit. Mendoj se jam me fat që të kam njohur dhe në një ditë si kjo dua të falenderoj që e bëre rrugtimin tim në Përputhen çdo ditë më të bukur. Ky moment i veçantë tregon lidhjen e fortë mes dy konkurrentëve dhe krijon një atmosferë të ngrohtë në emision.